Përshëndetje shikues të dashur të Radio Televizionit Iliria. Duke qenë se tani jemi në prag të festës së Fitër Bajramit, edhe festën e Fitër Bajramit e shoqërojmë me ëmbëlsira të ndryshme, në mesin e tyre është edhe baklava. Kemi ardhur një motër në fushë Kosovë, ta shohim recetën se si bëhet një baklavë. I hedhem 6 ves, i tundem i mirë, i hedhem pecil, ufull, kos, vaj, miell dhe e lëm të pushoj brumin 10 minuta, derisa të bëhet brumi elastik. E ndajmë brumin në një end mallësinë e arrës, gjithsej tepsia i ka 60 deri në 70 peta. I të hollojmë nga 5 petë me një shesër, pasi të kemi në hap të gjitha petë, fillojmë nga e para i të hollojmë. Pastaj i shtrim në tepsi. Në mesin e baklaves qesim arra, prap i shtrim edhe 30 petë tjera. Prerjen e baklavës e bëjmë në prerjet të lulës. Shërbetin mundëm me lënë veç pak një 5 minuta, ashtu me nejtë, me pushu, pastaj ja hedhim.